Në fakt, me ardhjen e verës, duam patjetër të dimë se çfarë do të ndodh me temperaturat, cilat do të jenë disa nga gjërat që mund të ndodhin përgjatë kësaj vere, sa do të rriten temperaturat në këto javë të para të qershorit, e pikërisht për të mësuar më shumë rreth motit me pak fjalë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë meteorologen Anira Gjoni, specialiste pranë Institutit të Gjeoshkencave. Ndërkohë që do doja patjetër ta përshëndesja Anirën. Anira, përshëndes. Përshëndetje. Duket se ende nuk po shohim ato ditët të cilat nisin me diell dhe vetëm vijojnë të tilla. Kur është momenti që dielli nuk do të ndahet më Shqipërisë? Sigurisht që do të kemi edhe ditë të tilla, po është akoma shpejt për të folur. Dhe nuk bëjnë keq që vazhdojmë të kemi prezencën e reshjeve të shiut, pasi do të kemi edhe periudha me thatësira të zgjatura, ashtu siç ka ndodhur përgjatë çdo vere. Edhe kjo verë pritet që të jetë me temperatura të larta. Ky fillim i qershorit nis me kushte të qëndrueshme atmosferike data 1, ndërkohë që sot do kemi shtim të vranësirave dhe do kemi gjenerim të pakët të reshjeve, të cilat do të jenë prezente kryesisht në veri të territorit, por do të jenë të izoluara, pritet që të jenë lokale dhe të dobta. Dita e enjte do të rikthejë reshjet në të gjithë territorin, të mërkura në mbrëmje fillojnë dhe përgjatë mëngjesit të ditës së enjte pritet që të kemi reshje. Gjithashtu edhe përgjatë ditës. Gjatë ditës së enjte, pra do të ketë prezencën e reshjeve, ndërkohë që pastaj do të presim ndërprerjen e tyre dhe përmirësimin e kushteve të motit. Ndërkohë që java nis me temperatura të larta, që kanë shënuar deri në 30 gradë, pritet që përgjatë ditës së enjte të kemi një ulje të temperaturave prej 2 apo 3 gradësh si në vlerat maksimale, ashtu dhe në ato minimale të natës, të cilat pritet që në zonat e ulta ku arrin edhe maksimumet, pra kanë përgjatë ditës së djeshme, ditës së sotme dhe të nesërme pritet që të shkojnë deri në 30 gradë, për ditën e enjte pritet që në zonat e ulta të zbresin duke regjistruar deri në 26 apo 25 gradë. Ndërkohë që fundjava do të sjellë sërish kushte të qëndrueshme atmosferike dhe do të sjellë edhe rritjen e temperaturave. Pra, do të jemi ende në një situatë ku moti do të jetë mes vranësirave, do të ketë edhe rrezqeshiu dhe mëtej presim një qetësim. Pritet një verë e nxehtë, një verë e cila të kalon, po themi, limitet e verës së shkuar? Jo, presim që të jetë një verë e nxehtë, e ngjashme me verën e vitit që lan pas, nuk presim që të kemi thyerje rekordesh. Të paktën me sa arrim të kuptojmë deri tani në bazë të modeleve afatmesme të parashikimit, pritet pra që të jetë një verë e nxehtë, ashtu siç ka ndodhur vit pas viti, këto vitet e fundit, e ngjashme me verën e vitit të kaluar, por jo më e nxehta e këtyre viteve. Ndërkohë që nuk presim pra që të kemi thyerje të rekordeve absolute, sigurisht që pritet që temperaturat të shkojnë deri në 40, sërish edhe ky vit ka shënuar çdo muaj këtij viti, vazhdon të qëndrojë mbi mesataret shumëvjeçare sa i takon vlerave të temperaturave të ajrit, si në vlerat maksimale ashtu dhe në ato minimale. E të tillë pritet të jenë edhe muajt e verës dhe gjithë viti deri në përfundim të tij. Tashmë është një klimë e re e cila është instaluar, nëse mund ta quajmë si klimë të re, dhe cila shënon vit pas viti temperatura mbi vlerat mesatare. Është një fenomen që po përballet e gjithë bota dhe jo vetëm kontinenti ynë apo vendi ynë. Kjo vjen si pasojë e ndryshimeve klimatike, një nga pasojat pra të ndryshimeve klimatike, cila ka të bëjë dhe me rritjen e temperaturave mesatare, ka të bëjë me shtimin e ekstremeve ngjarjeve ekstreme të motit, siç për sinën e verës mund përmendim valet e të nxehtit, të cilat pritet që edhe këtë verë të kemi prezente, do të jenë më të shumta në numër dhe me intensitet më të shtuar të valës goditëse. Ashtu siç ndodhi përgjatë javës së shkuar, nëse mund ta përmendim, ku Europa u përball me një val të nxehtit, ne ndodheshim më në periferi të kësaj
mase të nxehtë, ku agjencitë ndërkombëtare e quajtën si kupola e nxehtësisë, dhe për fat ndodheshim pranë në periferi, nuk arritën vlera aq të larta siç regjistruan edhe vendet më në perëndim të Europës, siç ishte Spanja, Portugalia, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, ku ishin në qendër të aktivitetit dhe arritën temperatura ekstreme. Do t'i kemi prezente valët e të nxehtit si çdo vit, të cilat sjellin me vete rritjen e temperaturave, plurin nga Saharaja, prezencën e plurit pra në ajër. Pritet që të kemi sigurisht prezente edhe thatësirat, për shkak edhe të temperaturave të larta, pra të krijuara nga kushtet prej rritjes së temperaturës së ajrit, ndërkohë që më frekuente, si pasojë sërish e ndryshimeve klimatike, pritet që edhe vendi ynë, si të gjitha vendet, të preken nga kanë rrezik më të shtuar për përhapjen e zjarreve në pyje, pasi nuk është se ne mundemi të parashikojmë nëse do bjerë zjarr në një zonë të caktuar apo jo. Por si çdo vit në sezon përgjatë stinës së nxehtë, pra stinës së verës, prej në maj, fillojmë të bëjmë edhe parashikimin sa i takon pjesës së rrezikut të përhapjes së zjarreve në pyje. Dhe që në javën e 3 të majit ka nisur në disa prej qarqeve të vendit që të ndodhen në rrezik fillimisht të ulët dhe lokalisht të moderuar disa prej qarqeve të vendit, siç mund të përmend Shkodrën, Lezhën, Durrësin, Tiranën, Elbasanin dhe Fierin, të cilat edhe aktualisht që flasim ndodhen në nivel të ulët dhe lokalisht të moderuar. Duhet patur kujdes, duhet shmangur në mënyrë absolute zjarrvënjet të qëllimshme, të paqëllimshme, duhet të qëndrojmë larg tyre, pasi nis nga diçka shumë e vogël dhe merr për masa shumë të mëdha. Është një apel që ne e bëjmë vit pas viti në fillimin e stinës së verës. Këto mundem që ndoshta përmbledhtazi të përmend sa i takon stinës të cilën ne kemi përpara. Stinën të cilën e kemi përpara dhe për cilën të gjithë duhet të përgatitemi për t'i përballuar ato temperatura, se na kanë zgjatur kaq shumë rreshtet këtë vit, anira sa që na duket pak e pazakontë që të kemi ditë me diell që kanë atë valën e të nxehtit që na përfshin të gjithëve dhe nuk gjejmë dot ku ndihemi më praktik, në ditë me shi apo në ditë me diella. Pritet ndonjë fenomen që ndodh këtë verë? Nuk mundet që të flasim për diçka konkrete, është akoma shpejt. Sa i takon fillimit të qershorit, pritet që temperaturat sigurisht do të vinë në rritje graduale. Temperaturat pritet që të shkojnë deri në 30 gradë sa i takon këtyre 2 javëve të para. Sigurisht që do të jetë ashtu siç e thash prej fillimit një verë e nxehtë, por e ngjashme me verën e vitit që lan pas. Anira, unë falenderoj shumë për informacionin edhe të uroj një ditë sa më të mbar në vim.